dini se cilat janë 5 arsyet e rritjes së dhunës ndaj politikanëve? Nga kërcënimet në rrjetet sociale e deri te skandalet në jetën reale. Dhuna ndaj politikanëve është rritur ndjeshëm në shumë vende të botës. Sipas studimeve ndërkombëtare, rreth 71% prej tyre kanë përjetuar kërcënime, sulme dhe ofendime, e sidomos në hapësira online. Por a e dini se cilat janë arsyet kryesore që po ndikojnë në këtë fenomen? Arsyeja e parë është polarizimi politik. Shoqëritë po ndohen gjithnjë më shumë në kampe kundërshtare e debatet politike po kthehen në përplasje të forta, e kështu duke rritur tensionet rreth figurave publike. Arsyeja e dytë është përhapja e gjuhës së urrëties në rrjetet sociale. Platformat online u japin mundësi përdoruesve anonim të ofendojnë dhe kërcënojnë politikanët, shpesh pa pasoja. Arsyeja e tretë, presionet ekonomike dhe sociale. Ne vetë se e pam çka ndodhi në Kosovë. Krizat ekonomike, papunësia e rritja e çmimeve ku rrisin ankesat e qytetarëve dhe politikanët bën objekt i zemrimit publik. Arsyeja e katërt, përhapja e lajmeve të rreme, informacionet e manipuluara për klikime, duke shfrytzuar imazhin e tyre dhe këtu lind pamundësia për me kuptu se cila është e vërteta dhe cila gënjeshtra. Arsyeja e pestë, rritja e tensioneve gjatë fushatave zgjedhore. Përveç debateve mes politikanëve, nxisin urrëtie edhe në popull duke shkaktuar kështu përçarje të mëdha dhe duke u bë mbështetës pa kontroll dhe urrëtitës pa kontroll. Por pse ndodh ky problem? Se politika u kthy në përplasje interesash personale dhe jo në zgjidhje për qytetarët. Kanë krijuar pabesi e frustrim. Ekspertët paralajmërojnë që të ndalohet kjo urrëtie, duhet të ndryshohet gjuha politike ndaj popullit dhe interesi të kthehet tek qytetarët e jo tek përfitimet personale. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin tonë Molte TV.